dashur miqtan, që jeni të pafund. Kam të ftuar sot një personazh, një gjenerate tjetër, e cila më jep një kënaqësi pafund, edhe se nuk është shqiptare, është japoneze, por ka mësuar shumë mirë shqip. Dhe këtu kemi Noelin, e cila është një artiste e vërtet, dhe nga që është një natyrë artiste, mund ka tërheq një vëmendje të veçantë. Kam parë punë të Noelit, kam ndjekur atë hecjen e saj artistike në Institutin e Arteve, e tjerë që do flasim gjatë. Atëherë, Noel, mund të thush diçka rreth gjirit persik. Konnichiwa. Po sot do flas shqip, Se më mirë, kuptohemi më mirë. S'ka gjë, dhe po folën çik kështu njerëzit e kuptojnë që shqipen ti e ke si gjuhë të shtat, më duket. Po. Dim kështu, dim goxha. Goxha që. Tokyo si është? Koha si është tani në Tokyo? Tani është mirë. Mirë. Okay. Kanë çelur lulet. Në internet në gjë, se dim presim në fakt, presim. Kemi dëgjuar kështu calame, po presim. Okay. Nuk jemi akoma të informuar tamam. Okay. Po është interesante. Duhet një vizitë. Atëherë, me që ne e shkatërruam politikën komplete për dorë me folëm e kështu, tani dalim në atë natyrat tona. Je një gjenerat e cila është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë. Besoj që problemi i madh i gjithë gjeneratave të reja është që a e kupton brezi tjetër, jo një brez, po 1-2 brezat të tjerë më të mëdhenj. Unë kam qenë gjithmonë përkrahas totalisht, sepse kam pas gjithmonë studentë të tjerë, përkrahas i brezit të ri, dhe them që ata që janë më përpara janë gjithmonë brezi i ri, sepse në gjithë historinë njerëzore, brezi i ri është gjyku, po ai ka qenë më përpara. Po. Ai e ka çuar, si themi, shoqërinë më përpara. Tani kjo është ideja, du të di për shumë që në fillimet e tua e vogël, kështu si i ke pas ato? Atëherë, unë jam rritur në një familje artistësh, babajin e kam artist, kështu që normalisht kur kam qenë e vogël, kam prekur goxha pjesë të artit dhe kam qenë, le të themi, çik më e hapur në kuptimin e gjërave që kam parë që në moshë të vogël. Kështu që normalisht kam parë pjesën e ekspozitave që babi bënte, qoftë edhe ekspozita të tjera të njerëzve të tjerë, duke qenë se jam marrë që e vogël me pjesën e artit, edhe pse nuk e dija që do ta vazhdoja si gjë. Është e imja, më përket mua, dhe më pëlqen që është bërë edhe tani diçka jo shumë, se më përpara ka qenë që kush ishte artist, artist. Ndërsa tash është normalizuar, le të themi, në thonjza kjo pjesa të qenit artist. Artist kështu si një i lehtë. Jo, nuk është se paragjykoj, thjesht ishte çik më e vështirë të kisha akses tek artistët, ndërsa tash është i gjejmë kudo, i kemi mes nesh. Jemi të gjithë artist në një. Atëherë, mund të i prezantosh pak babin që edhe për njerëzit, sepse ai është një profesor i njohur, është një artist i kompletuar, gjitha, po është e mira që ti me ato fjalët e tua, me atë pasionin për babin. Po. Atëherë babai im është Vladimir Mirtezaj, ç'kemi babi. Po. Është pedagog të Akademia e Arteve në lëndën e multimedias. Po. Atëherë e përshëndesim fort babin. Edhe ke një vajzë të shkëlqyer, po nuk del nga një familje artistësh, nuk del një tjetër gjë, vetëm një artiste e mirëfillt, dhe me i botë që unë nga gjithë bisedat që kam bërë me Noelin, ka një botë të madhe. Dhe kjo më pëlqen. E di që më pëlqen tjetër? Më pëlqen tjetër që ti je e vërtet. Dhe nuk je ndikuar absolutisht nga trendi që themi i uniformitetit. Po. Është, ti vetë si e koncepton këtë pjesën e uniformitetit? Se një nga batutat që kemi qesh bashkë është më pëlqen luku jot që s'është fare uniform. Po. Më ka pëlqyer gjithmonë të jem ndryshe, ose më saktë kam qenë gjithmonë ndryshe. Kur kam qenë e vogël, për shembull, moshatarët e mi
dilnin ose luanin, se sa unë rria në shtëpi, rria vetëm, vizatoja, kisha librat e mi, kisha kukullat e mia që luaja. Domethënë gjithmonë kam qenë jashtë rrymës. Domethënë nëse rryma shkon tek te, unë isha këtej nga ana tjetër. Kështu që ka filluar që aty jo uniformiteti im. Avash me kalimin e kohës. Një formë rebelizmi. Po, i lindur, jo i sajuar. Po. Kishte diçka që pse duhet ta bëj unë atë kur mund të bëj diçka tjetër që më bën të ndihem mirë, ose pse duhet shkoj unë me turmën kur jam mirë këtu ku jam, ose mund të bëj gjërat që më pëlqejnë mua. Pastaj me kalimin e kohës, siç e thash, avash, edhe me moshën, normalisht që drejtohesh pak a shumë aty ku te gjërat që të pëlqejnë, kështu. Fillon dhe gjen atë jeshilën. Po, fillon të gjen atë emrin tënd, çfarë të tërheq më shumë aty ku ti përket. Kuptoj. Ajo pastaj domethënë e eksploruar, ke bërë domethënë këto, si themi, prova, të jem këtu dhe si përfundim ku është ajo që Si përfundim është e vetja ime. Kështu që po, më pëlqen të rri shumë me veten, e çmoj shumë kohën që kam me veten, nuk do ta ndroja me asgjë tjetër në botë, sepse duke nditur me veten edhe kupton më mirë, e zbulon dhe kjo është hapi i parë i të mos qenit uniform me njerëzit. Kuptoj. Mendoj unë. Edhe këtu ke mundësinë që mos ndikohesh. Ndihesh e plotësuar me atë natyrën tënde, për shembull, kush janë hobet e tua? Tani është bërë çik klishe kjo pyetja, po që ty të takon. Po, përgjigjem pyetjes parë një herë. Ndihem e plotësuar, domethënë më plotësojnë gjërat që unë bëj, sidomos pjesa e artit njëherë që është gjëja kryesore. Po edhe hobet shtesë, siç janë leximi, unë mbaroj për leximin. Mund të rri gjithë ditën duke lexuar. Pa shaka fare. Lexon në të gjitha, si themi, në të gjitha rrymat apo? Po, i lexoj të gjitha, po normalisht që duke qenë se jam një mood reader, domethënë jam me humor. Varet si e kam humorin, varet se çfarë kërkoj, për shembull një ditë mund të kërkoj diçka fantazi, një ditë tjetër kërkoj diçka më aventurë, një ditë tjetër thriller. Varet. Me që fole për këtë gjë. Çfarë shenjë e në horoskop? Se akrep. Kjo ka të bëjë me shenjë. Akrep. Kjo shpjegon shumë gjëra. I shpjegon. Atëherë, më foli çik natyrën e akrepit. Më duket sikur është e kohë të flas për natyrën e akrepit, se din të gjithë shumë mirë se si është. Po jo, më mirë është ta thuash ti. Tash nga t'ja filloj unë, se ka Nga shumë duash, gjëra nga duash. Se është e frikshme të të pyes unë se ti. Është i çika, ti je akrep. Po, nuk të më vaj. Atëherë jemi shumë misterios. Preferojmë të mbajmë gjërat për veten. Nuk duam fare hapje me publikun, si i thon asaj. Jemi obsesiv. Kur obsesohemi pas një gjëje është tmerr. Sa? Jemi goxha të përpikt. Goxha. Varet tash edhe nga akrepi, se unë për shembull anoj çik te akrepët që nuk është se hidhem direkt në sulm. Jam kështu si më qet, më rezervuar. Pastaj ka dhe akrep të tjerë që njoh që janë çik më direkt. Është gjë më e mirë, po ti e ke edhe nga formimi, nga kjo, që ke domethënë atë kontrollin emocional më të fortë. Por akrepi ka erotizëm të frikshëm. Patjetër. Se besoj është me erotike. Dhe ndërkohë asnjëri nuk e kupton. Jemi të fshehur, jemi goxha të fshehur, qëndrojmë kështu në nuk mos është kjo ke akrepi që fantazit janë pafund dhe nuk duhet t'ja di njëri. Edhe qëndron. Se ku shkon fantazia. Edhe qëndron. Duket sikur shenjat e tjera ose më saktë kemi atë parimin që nuk na kupton njëri, ose jemi aq shumë të thellë emocionalisht sa duket e kot që të flasim me njerëz se kuptojnë atë thellësinë. Edhe kam një mendim që preket shumë akrepi, se duke qenë shenjë inteligjente dhe emocionale bashkë. Është goxha emocionale. Po, dhe preket shumë. Po, është shumë e vështirë që po e preke një akrep, ai ta kaloj lehtë. Ose më saktë, po e prek akrepin, nuk ka më kthim brapa. S'ka më kthim. Është shumë e vështirë. Ja, okay. Po kështu si ke ascendente këto? Ascendentin e kam shigjetar, ndërsa hënën e kam binjak. Bomb. Tani ti je eksploziv. Po. Që kemi në rregull. Prandaj është natyra jote gjithmonë kondra rrymës.
Besoj se po, kjo shpjegon shumë gjëra. Po, dhe rebelizmi gjithë. Megjithatë ju komplimentoj ju akrep. Faleminderit. Pjesa tjetër që the lexoj, më pëlqen shumë. Unë dikur kam qenë një nga lexuesit e famshëm në Tiranë, domethënë, njihesha që mund veje baste unë për titull librash për brëndin, për gjitha, se kam pas lexuar shumë. Po jam kurioz të di, në një nga, po themi, librat klasik, që janë ato romane klasik. Ke ndonjë për shembull preferuar? Kam lexuar goxha. Normalisht edhe në periudhën e gjimnazit që është ai fillimi që hasesh me këto librat klasik. Normalisht që ato i kam lexuar. Zvajkun. Zvajku, është interesant. Një big up i madh. Amoku. Akoma më bombe dhe një herë të lutem. Amoku. Po. Është një nga novelat e preferuara mia të Zvajkut. Është një kryevepër. Biles unë e përdor si shprehje Amokun. Tani më thuj pak për Amokun. Tani çfarë do të them? Pak a shumë. Kështu për mbledhje. Shumë i rënd. Emocionalisht draining. Ajo është patjetër, është një nga smundjet më të rënda të njeriut, që ka të bëjë me të gjitha ato që përmendim sot, posesionet, obsesioni. Ajo ndjenja që duhet të kesh dikë ose pronësia, diçka e tillë. Ishte goxha libër, është goxha i rënd, më kujton në fakt një libër japonez që kam lexuar. Unë lexoj shumë literaturën aziatike, sidomos librat japonez, dhe ata pash domethënë tipare të ngjashme tek po se vetë Amoku si smundje është smundje është e Orientit dhe e Orientit largët, që i bie fiks Japonia, Kina, këto vendet. Dhe ajo ka të bëj, atje është dhe me klimën, sa atje është si smundje që domethënë diku po të kapi Amoku ti nuk shpëton, se ky është problemi. Por në konceptin që ka sjell Zvajku është që ty po të kapi një, si themi, kemi vënë re që fiksohet dikush për dikë. Po, si tip deluzioni do thoya, tip obsesioni i çmendur në. Dhe pastaj nuk ikën dot nga kjo gjë. Dhe ne ka raste që i paragjykojmë. Dash vajzat ndash djemt që për shembull mund jenë të fiksuar për dikë. Shiko, ti mund të fiksohesh për një iluzion, mund të fiksohesh për, po themi, Neymarin, mund të fiksohesh për Hamilton, janë idols si quhen, është çik më ndryshe se sa. Por mund të fiksohesh për një real, që ti e kontatuar, e ke pa në Instagram, po themi etj. Dhe ajo është koncepti që themi, do të thonë të kapa smundja e Amokut. Dhe unë kështu e përdor në herë, ty të ka kapa Amoku, vlla, s'kam çfarë të bëj. Duhet me të bëj kongë dhe kaq. E ke parasysh se merr atë historinë e personit që ka kapa Amokun, historia patjetër është shumë e fortë dhe kështu. Prandaj ishte e drejta ajo që është shumë. Pse he, domethënë këto lloj smundjesh do thoja ose obsesionesh kthehen në self destruction në fund të ditës. Siç përfundon edhe libri me vdekjen e njërit nga personazheve. Çdo që kapa Amoku me atë smundje që flasim ne, se ishte me smundje reale. Nuk shpëton. Do të thonë merr mjekët, merren gjithë dhe është e gjitha smundje mendore, nuk është smundje e kështu dhe do të thonë ato gjithmonë arrin në përfundimin tyre është shumë i keq. Prandaj shumë i rëndë. Por mënyra se si e sjell artistikisht Zvajku është shumë e bukur. Po, është. Atmosfera e krijuar. Zvajkun e kupton na bashkove. Na bashkove 50 vjet brenda. Po. Edhe kështu. Mirë, e bukur është. Edhe letërsia japoneze është, unë simpatizoj shumë. Është goxha interesante. Më pëlqen se flet për pjesën emocionale, pjesën e subkonsciencës. Për shembull, librat që zakonisht lexoj janë fiction. Fiction zakonisht prek edhe pjesën psikologjike të njerëzve. Janë, domethënë ti kur futesh në botën e personazhit, thua ku jam? Si do dalun nga këtu tani? Edhe madje ka pasur dhe raste që librat pasi i kam mbaruar, kam qenë kështu si nuk dija çfarë të merja diçka tjetër që të mbushja atë boshllëkun që kisha. Do një kohë, shiko si është sekreti i librit. Po flas tani si profesor. Jo, të lutem fal. Nga që un kam lexuar. E kam përjetu dhe e the shumë bukur. Është sekreti i librit është ti mund të lexosh, po nuk e kuptuar asgjë. Sekreti i librit është mos të tiki asnjë presje pa kuptuar pse është bërë. Sepse ai që e shkruan, ai çdo gjë dhe shiko sa e vështirë është që vetëm të lexosh, ti duhet tani të krijosh imagjinat.
dhe të krijosh ato vende ku s'ke qenë, të krijosh ato personazhe etj etj. Dhe kjo është momenti që ti futesh brenda në rol. Dhe ti je me personazhin kryesor. Dhe aty gjen vetveten. Në momentin që ti mbaron librin, të duhet një kohë që ti të kthehesh edhe një herë aty ku ishe, Kjo është dhe aty është dhe bukura e librit. Po, normalisht. Aty është dhe sepse libri ka përshkrim shumë të thellë të detajeve, të gjërave. Por mbasi mbaron një libër, ti bësh një personazh shumë detajoz. Po, sepse është shumë e vështirë për një njeri që ka lexuar mos konceptoj personazhet. Po. Njerëzit ti percepton shumë shpejt tipat dhe kjo është ajo që ti jep libri. Po. Që do i thoshim të gjithë rinis, lexoni nga pak se balanconi anën vizive me anën mendore. Shikoni dhe bëni një balancë, sepse në libër duhet të krijosh imagjinat, kurse vizive i ketë gatshme këto që shohim ne në për themi rrjetet sociale në për gjitha. Është edhe një exercise shumë i mirë për mendjen, të mban gjithkohë të karikuar, kështu që sidomos me brezin e sotëm njerë që i duan çfarëdo gjë e gati, është. Këtu e kisha unë. Domethënë problemi i madh është ChatGPT-ja, do thoja, sepse bisedoj se unë jam ti më ke vënë re dhe miqtë tu që kemi taku, që unë jam natyrë që du shumë të flas me brezneri. Po e di që më ka rastis, kemi qenë duke bërë një diskutim, unë them për diçka, hyrin ChatGPT, më tha mu, ashtu është, po është që më ndryshe kjo gjëja këtu. Ashtu. I thashun, bravo që ke lexuar. Jo, më tha e pash në ChatGPT. Po jo, ka rëndësi që ka thënë që ka para ty. Po, është rëndësishme kjo. Jo, kjo është e rëndësishme. Transparent janë. Po i thash, problemi është se fillon pastaj truri, si çdo organizëm i trupit, që nëse ti e ndihmon, ai fillon inaktivitetin. Dhe nëse ai bie në gjendje gjumi, pastaj ti nuk ke më do çdo gjë të gatshme. Edhe është çike vështirë të dalësh. Prandaj duhet që ChatGPT për një informacion të shpejt, për diçka, një kërkim, diçka mund të përdoret, por mos kaloni në bashkëbisedim me të, sepse pastaj është një problem i madh, është kalon në amok. Me vërtet. Edhe kjo është. Po përveç këtyre, për shumë palestra, këto që janë kërcimet, këto... Unë jam pasmar me balet, në fakt. Po, kam filluar shuru, kam qenë 3 vjeç, dhe e ndërpreva në moshën 18 vjeçare, më sakt kur filloi ajo periudha Covidit, duke qenë se çdo gjë para ca muaj. Po. Patjetër. Ja, dje për zotin. Për zotin. Dje kemi dalë nga shtëpia për herë të parë. Dhe ka qenë një periudhë goxha e gjatë, ka qenë si tip pasioni im, dhe jam pas marrë me atë, nuk është se kam pasur, domethënë, aktivitet tjetër. Pyetja është këtu, ajo që ty të tërheq më shumë, apo që është në një formë profesioni jot tani, besoj se këtu është ajo dhe që na bën më shumë, si themi, sens, është që stilimi. Unë në fakt kam mbaruar tek Akademia e Arteve në atelierin e tekstilit dhe modës. Kam mbaruar bachelorin dhe kryesisht merremi me këtë pjesën e fashion designit, po dhe me pjesën artistike të gjithë gjës. Kështu që aktualisht jam artiste, po merrem edhe me pjesën e dizenjimit të rrobave dhe stilimit. Atëherë po themi, ti mund të bësh edhe art, po bën dhe veshjen e veshur. Bëj dhe veshjen e veshur, që mund ta veshin audienca që në jetën e përditshme, domethënë. Se pjesa artistike është çik më e çmendur, çik më crazy. Ti je ke kjo, që ti janë të dyja bashkë të koordinuara bukur. Po, për pjesën e dizajnit, un kam një mini brand timin, quhet Black Rose. Kështu që për pjesën e dizajnit dhe stilimit, normalisht jam për që të bashkojnë të dyja, dhe unë vet i bashkoj pjesën artistike me pjesën komerciale normalisht, që duhet bëhet një reklam, një gjë për të shitur ose më saktë për të nxjerrë te publiku. Edhe pjesa artistike, sidomos në ditët që jetojmë sot, duhet patjetër një reklam ose një që të nxirret jashtë, të shifet, sepse ti nëse e bën dhe e mban aty, nuk do ta shohë asnjëri. Jemi ndryshe, nuk jemi si në kohët që kanë qenë më përpara, edhe pse atëherë shifeshin, po. Jo, shiko, ka pas gjithmonë. Po, ka pasur, po sidomos me si kanë ardhur kohët tani është më. Ka dhe shigjetare ka pas gjithmonë. Atëherë, shiko, ti si
e krep dhe shigjetar bashk, do më thënë, je në vendin e dur dhe në momentin e dur. Si e gjykon këtë tani? Dua tani ti jesh gjykuese. Si e gjykon këtë gjeneratën tënde, për shkakun që është tepër kopjuese, është tepër e lehtë në pëlqim, që arrin shumë shpejt për shkakun fakti që ti punon thu unë kam vite që merrem, studioj, bëj etj. Dhe deli famshëm dikush që as nuk studion, as nuk bën asnjë gjë, vetëm di me bët një dy wow, e ke parasysh për publikun, bëhet shumë i pëlqyeshëm dhe ti thu, po çu pa që ne bëjmë gjithë të punë, gjithë të gjë, japim një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë gjë, ndërkohë që rinia sot po gjen ca stereotipe të cilët dhe do t'i imitoj që nuk as studiojnë, as bëjnë, as përpunojnë, as kanë kreativitet as gjë, po një menaxher i merr, i menaxhon, i shet bukur etj dhe ata bëhen njerëz të famshëm të momentit, pa diskutim. Tani, të fillojmë me problemet e gjitha këto që përmendëm. Ka nevojë njerëzit për ta dëgjojnë mendimin. Janë goxha të thella si gjëra. Unë personalisht shoh një problem shumë të madh te rrjetet sociale. Mendoj që kur janë futur rrjetet sociale, çdo gjë ka marr fund, në kuptimin që nuk ka më të bësh diçka sepse ti do ta bësh. Çdo gjë bëhet për të postuar në Instagram. Çdo gjë bëhet që të reklamohet në Instagram dhe nuk më pëlqen dhe nuk më duket okej, ky fakt. Po marr veten time, unë si artiste punoj sepse dua të kem një portofol të mirë, që nesër pas nesër kur të më vi një ofertë pune, unë të kem diçka çfarë të prezantoj në atë portofol. Unë nuk punoj që të postoj në Instagram dhe të marr një lloj audiencë në Instagram dhe të vazhdoj me atë lloj gjë. Ka njerëz që e bëjnë shumë mirë, okay. Unë personalisht mendoj që po flasim për pjesën e artit tani. Arti është shumë se sa aq. Arti është shumë se sa thjesht ta postosh në rrjetet sociale. Çdo gjë tani siç e tham edhe çfarë është bërë shumë komerciale si gjë. Thjesht marrim diçka, e bëjmë shpejt dhe e fusim. Nuk bëhet do shpejt. Çdo gjë do kohën e vet. Nëse arti nuk kalon në një proces të caktuar që mund të doj vite, sepse jo çdo moshë që ti kalon është njësoj. Për shembull, unë mund të nis një punë në këtë lloj siç jam tani 23 vjeç dhe mund ta mbaroj kur të jem 25. Domethënë, çdo gjë do kohën e vet. Inshallah, nuk ngelemi në, si themi, një gjë iluzionare, por ti me këmbë tokë ta realizosh artin tënd, të uroj maksimalisht. Shumë faleminderit. Por mos u tërhiq kur. Absolutisht jo. Në qoftë se nuk të rriqesh, nuk ka shanse që mos të fitosh. Qetësi i fitores është, unë s'të rriqem kur. Kjo është gjithë ideja, dhe me që shoh ti as që e ke ndërmendje. Jo, as nuk ekziston si opsion. Qa mund themi në gjë tjetër për brezin? Kjo më intereson. Jam çik boring, me thënë drejtën. Po. Çik fare. Jam dakord. Se di nga që unë nuk e kuptoj se si funksionojnë. Për shembull, nuk e kuptoj shumë të pjesën e të dalurit. Unë jam shumë njëri shtëpie ose që rri me njerëzit e mi të afërt, me shoqërinë time të afërt. Domethënë preferoj ta kaloj kohën duke bërë gjëra të tjera. Dhe kur dëgjoj ndonjëherë njerëz të tjerë që thonë, "Oh, dola këtu, dola atje", dhe jam, "Okay, shumë mirë për ty, po I don't get it. Nuk e kuptoj, it's not vibing with me." Okay. Edhe jam kështu si Po, shumë. Mbase prandaj për mua janë Mbase edhe unë për ata jam boring. Po patjetër. Kush dëgjon një person që thot, më pëlqen të lexoj, dhe thot, sa boring që ka ajo. Po, jam dakord. Kështu që jemi okay. Po, jam dakord se cili atë që mendon. Edhe unë jam boring për shumicën. Jam i këndshëm për një pjesë tjetër, domethënë sepse natyrat e caktuara mund të jenë për të gjithë. Edhe kështu, megjithatë unë ju du të gjithë dhe juve që më keni boring. Edhe s'ka problem. I duam dhe njerëzit që na thonë kështu. Se jo. Kjo është e bukur. Nuk janë na shkalojmë asnjëherë. Kjo është e bukur, se ne i duam. Kene ëndër në syrt? Nuk është se e kam si ëndër. Po do doja të jetoja si një mong. Ashtu, ha? Po. Kam shumë qef. Do doja të jetoja atje si ata që bëjnë që meditojnë 5 herë në ditë. Nuk e di pse kam kështu si qëllimi jete. Jo, i ke bashkë, i ke të bashkangjitur atë gjitha.
e kam kështu më ka ngelur kështu si e kam si vath në vesh gjithkohës. Nuk e di se kur do ndodhi. Po nuk do jetë e prahershme. Po jo, thjesht sa për një periudhë sigur kohore. Një periudhë që po, ti të thjesht ta provoj se si është, se si funksionon. Më duket interesante, goxha interesante. Për shembull të mbyllesh në një vend që se di asnjëri se ku je. Dhe thjesht të kesh atë disiplinën e vazhdueshme ditë për ditë. Më duket goxha interesante, kështu si sfidë. Mendoj që edhe flokët të pëlqejnë shumë. Po, shumë. Sot njerë I'm feeling myself. Ndjesh. Po tani që ta dini, flokët ja preva unë. Kishte gjata deri këtu, po unë si natyrë jam që fapi pres, dhe ja preva unë dhe... Më binti të bëj dhe baluke. Ja lyu dhe ja stiloj, kemi gjigandën këtu kesin, dhe na doli, prandaj e prezantuam Japon, është një shqiptar o i lire e pastër, dhe nuk diskutohet fare. Kjo është pa, ishte për humor, për të bërë gallat. Megjithatë, jepeni vlerësimin, duket Japon apo jo? Sepse dukem, ë? Dukesh shumë Japon, se ato janë kështu të pavarura, natyrat shumë të qeshura, shumë artistike tjetër. E di pse pyeta se zakonisht njerëzit kur ecën në rrugë, këto herë të fundit, çunat, më kanë folur në frëngjisht. Dhe po thoja me vete, franceze dukem unë? Po, e shiko. Dukem edhe franceze. Po, francezët kanë një gjë, kanë një look abstrakt. Do më thënë, edhe ato më pëlqejnë për këtë gjë, nuk synohet asnjëherë, ato nuk synojnë kur të duken bukur. Po, janë shumë effortless. Po, ato kanë një personalitet dhe duan që brenda personalitetit vet të jetë dhe looku. Shqipëria do bëhet fort sepse Noeli do nxjerrë një stil të vetin që nuk e keni iden. Kështu që do shikoni, sepse ne do vëm të gjëra në emision që ti shikoni të Noelit dhe do m'jepni drejt që është goxha artiste dhe goxha godet. Më pëlqen dhe një gjë që je si ortake me një shoqen tënde dhe të dyja bashkëpunoni që nga shkolla, bashkëpunoni për të bërë këtë gjë. Punojmë bashk. Sidomos edhe me pjesën e Black Rose-it, me pjesën e dizajnit të rrobave dhe çdo gjë tjetër. Ja, ajo është për shkakun një ndihmë që i bëni njëra tjetrës në menaxhim, në art, në gjitha, sepse kuptoheni mirë. Kjo është gjithë ideja. Është shumë e rëndësishme të gjeni njerëz që ju kuptojnë dhe ju vlerësojnë për atë që jeni. Është vështirë sot me djemt që janë pak si më të shpejt, më nuk duan të thellohen e tjera. Po edhe është. Ndjet ke brezi për shkakun që është çik vështirë të gjesh tipin e përshtatshëm me këto? Ndjehet. Edhe ndjehet, me thënë të drejtën, është çik se di këto brezat janë bërë shumë të çuditshëm tash, është një histori më vete ti futesh ti analizosh. Flas si ato gjyshërit tani janë prishur kohët. Janë bërë kohët. Mirë, jemi në një moment dekadence, pa diskutim. Por nga dekadenca vjen, për shembull, unë do të kujtoj aty Amerika ka pas ca vite, që sot i kujton ajo me nostalgji që janë kanë qenë vitet 70-80, që dolën i pit ato, jetojshin në për pyll e tjere, shumë strana, me roba pa roba, donin tishin si ato, po themi, të ktheheshin në njerëzit e parë, tjere, gjitha këto ishin snobizma, dhe çuditërisht ishin po atë, a i brez, që solli Amerikën më fanatike parë ndonjëherë. Dhe pastaj erdhi një brez tjetër, më mbrapa, që erdhën në normalitet që jemi brezat që janë sot. Dhe nuk është, do më thënë, çdo kohë ka atë të vetën, themon. Patjetër. Edhe kjo është shumë e bukur. Shqipëria ka një të veçantë, do të thoja unë, që kështu që ti shife me këtë sy që do të them. Po të dëgjoj. Ka një të veçantë, që ka një diversitet në kuptimin e kësaj që me botën. Ka një lloj, si themi, gjë të ndryshme. Jemi, nga që ishim pak mbrapa me ecjen, ne jemi pak vitet 80-90, po themi, me një look tjetër, por jemi ke kjo, do më thënë, ke kjo periudhë e kombit. Po janë vite shumë të bukura, se pastaj po u fut teknologjia në çdo gjë që të kontrollon, të bën etj, u futëm në shina, do ikë arti do krijohet nga inteligjencë artificiale dhe iku kjo punë. Prandaj po them, mirë është, kurse
perëndimi do e fusi më shpejt. Dhe duke e fut më shpejt, pa diskutim që unë mendoj që skllavërimi i ndjenjës do jetë shumë i fortë. Do hiqet pothuajse fare ndjenja dhe do bëhet çdo gjë e përllogaritur në shina e tjerë. Aty pastaj njeriu, unë them se unë bet gjithçka nga shpirti vet. Po. E rrezikshme. Është e rrezikshme, sa do që të mundohemi, mendoj që do kaloja e fazë, po a do ketë forcë njerëzimit të rikthehet prapë ke ajo pjesa, po themi, e ndjesive, perceptimeve, këto, këtë nuk e di. Apo do kthehemi thjesht në robot të mirëfillt. Si mendon? Se di, është çik temë. S'kam ndonjë opinion. Më duket sikur çdo gjë po shkon drejt fundit në thonjza. Hajde futemi çik në depresion. Po mos ç'na po. Ç'na futën depresion tash kot. Nesh mbaroj shiu di. Mirë, një pyetje tjetër është, dëgjoj shpesh ankthi, atak panik, dëgjoj që nga të rinjt përdoren. Po. Është thjesht është futur si rrym apo është që si e keni ju? Tashi ankthi do thoya është smundja e shekullit. Nuk është thjesht një rrym. Unë personalisht Kam momente ankthi, kam momente ataku paniku. Dhe mendoj që vjen nga mbingarkimi, stresi gjatë gjithë kohës. Ambiciet. Po, shoqëria ku jemi, trysnia që kemi gjatë gjithë kohës për të qenë dikush. Muri që na vën përpara. Po, muri që na vendoset. Ka shumë gjëra dhe thjesht manifestohet në trupin ton në këtë lloj gjëje. Më vjen shumë keq që shoh sidomos brezin e ri në këtë lloj gjendje, po nuk është vetëm brezi i ri, me thënë të drejtën, se ka edhe njerëz që për shembull të 40-ta, të 30-ta që po i ndodh për herë të parë dhe janë kështu si s'din se nga që nuk di se çfarë është dhe është ç'po ndodh. Dhe jemi ne zakonisht ja shpjegojmë që shiko se është kështu, është ashtu, it's okay, nuk është se ka ndonjë gjë, domethënë do kaloj. Do jetojmë bashkë me ta. Po, do jetojmë bashkë me të. Për botën pyet se si do shkoj? Po ndonjëherë edhe pyesim kur na del në gjë në Instagram. Se tash do gjithë në Instagram jemi kështu si duke scroll edhe na del në gjë. Ajo është lehtësi e pafundme se informacion do marrim se s'bën. Po. Shikon, në drejtim të informacionit, në drejtim biznesit, që të jemi korrekt, në drejtim të shpejtësisë së transmetimit të diçkaje edhe të artit, unë jam okay. Po. Problemi është që mos të jemi pastaj të futur aq thellë brenda në këtë gjë, sa ajo të na drejtojë ne. Po. Kjo është e gjitha. Këtu është frika, nuk është frika sepse pa diskutim një celular është një zyrë, një ofis. E kupton, ti mund të mbarosh 100 punë edhe duke pirë kafe. E kupton? Kjo nuk diskutohet, por problemi jemi dakord në një gjë që mos të jetë diçka që prish fantazinë, që prish kreativitetin, që prish, po themi, të gjithë botën artistike e tjerë. Kjo është gjithë gjëja. Sot kur shoh që njerëz shkojnë të shohin teatr, kur shoh që njerëz shkojnë të shohin koncerte të tjera, unë ndjehemi i lumtur, sepse kjo është gjë shumë e mirë. Është dhe real. Do shkosh shohësh një gjë real. Problemi i madh është kur çdo gjë merr nga bëhet edhe jo satisfying për ty pastaj. Do të thënë ke atë ndjenjën e paplotësisë gjatë gjithë kohës. Po patjetër, ajo. Je i paplot. Dhe pastaj fillojnë këto që themi smundja e shekullit të gjitha se ti të duket për çfarë përjetoj, ti ke mbaruar punë. Këtë gjë di çfarë mendoj, edhe kanë thënë sa njerëz në çfarë intervista të thjeshta fare kanë thënë nuk jam aq i pasur dhe nuk jam aq i plotësuar sa unë të kaloj në ankth në këto. Se njerëzit kanë edhe problem për shkakun. Njerëzit me këmbë tokë s'kan kohë të kenë këto probleme. Se kanë probleme mbijetese. Po njerëzit që kanë çdo gjë dyst, ata zhgënjen, ata thonë për çfarë po jetoj. Dalin këto pyetjet pastaj. Dalin ca pyetje për shkakun në vendet nga Norvegjia, nga veriu në dimër, kur hy dimri se nuk e di sa është një
3 muja, 6 muja E errësirë. tmerrshme. Po pra, aty për shembull imagjino të ishim ne të dy aty në atë errësirë. Unë ditën e 4 do thoja ku është një kat i lartë. Asu nuk do jetoja dot në një vend. Kam pa i film dhe ishte shumë fantastike se e kapi dimri atë. Ishte italian. Dhe shkoi ke një psikologë, i thanë du të shkosh ke psikologja. E shkoi atje dhe i tha ore një kumshje ime u hodh vrau veten e ne. Dhe i tha se kisha dje këtu, tha, dhe kështu. I tha ky ta bëjmë sot një seancë, jo tha sot jam çike lodha hajde nesër. E mirë, vajtit nesër me ky. I thanë ajo vrau vetë. Mos, e dija që do shkon të kështu. Psikologja ka vrau vetë. Edhe kjo tha, bo, që bëhet? Do më thënë një nga vëndet më të zhvilluara të botës, me mirëqenie absolute, diskutohet. Mirë pra janë ato problemet. Ka disa, do më thënë. E nivele. Inshallah së bëhemi kaq të pasur që. Pa sa gjej që s'është mirë. Apo shkojmë nga vëndet në nxehtë. Po të shkojmë dhe rregullojmë muhabetin. Ai po mirë ashtu e bëjmë. U krye kjo punë. Edhe këtë do ta heqim. Shkojmë në vende me shumë diell të nxehta. Edhe le të hajnë ai peshkaqena ne, po jo ti jemi kështu në depresion. Mirë, isha domethënë jam ndier shumë fani në gjithë këtë që kemi folur. Kënaqësi. Është absolutisht kënaqësi për mua që të kem një vajzë kaq të re dhe të jemi të marrë vesh. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që vlerat i ke ti, sepse kur flet me mua kaq normalisht do të thotë që ti percepton, ti di të flas, di të komunikosh dhe i ke shumë. Faleminderit. Je një yll i vërtet. Thank you. Njerëz, mirupafshim. Ishte një kënaqësi. Inshallah dhe ju jeni kënaqur me Noelin.